Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një sufle të shpejtë që përgatitet thjesht dhe në tigan. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Ju duhet 2 vezë, 200 ml qumësh, 50 ml vaj ulliri ose vaj lule dielli, pak kri, pak pluhur fryrës. Të gjithë përbërësit do t'i përzihem shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Dështojmë djath, mund dështoni djathin tuaj të preferuar ose çfarëdo lloj djathi që ju gjendet në shtëpi. Vazhdojmë përzierjen e masës mirë, ndërkohë do të presim 200 gram petë të gatshme ose gjysmën e pakos, varet se si shiten aty ku jetoni ju. Do t'i presim në formë shiriti, kështu si po shihni në video, dhe do t'i hapim shumë mirë në mënyrë që të mos qëndrojnë të ngjitura. Ja kështu, siguroni që të hapen mirë një e nga një. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani në koment. Pasi i kemi hapur mirë petët, do t'i vendosim ato në masën që përgatitëm. Do t'i përziejmë me kujdes dhe me ngadalë në mënyrë që të gjitha petët të zbuten. Kjo është një mënyrë tjetër është që ju t'i vendosni direkt në tigan dhe të shtoni masën e lëngshme mbi të. Unë këtë radhë e përgatita në këtë mënyrë. Tek ne quhet sufle, por mund ta quani si të dëshironi. Unë ju sugjeroj ta provoni sepse jo vetëm që bëhet shpejt, por është mjaft e shijshme, edhe bukë edhe gjellë. Tiganin do ta lyej me vaj ose me gjalp sipas dëshirës suaj dhe do shtojmë masën që përgatitëm aty duke e hapur mirë në mënyrë që të mos qëndroj kështu vende të petët që kemi vendosur. Dhe pasi e kemi hapur mirë, do ta mbyllim me kapak dhe do ta pjekim mbi sopë në temperaturë të ngadaltë. Theksoj këtu që tigani nuk duhet të ngjisë. Dhe do shohim që kur të filloj që të nxjerr këto bulzat kështu, është bërë gati për ta kthyer në anën tjetër. E kthejmë me kujdes, mbyllim përsëri me kapak për ta pjekur mirë dhe në anën tjetër. Kur piqet ka një aromë vërtet shumë të mirë. Pas pjekjes e presim sipas dëshirës dhe është gati për ta shijuar. Siç ju e thash, është një recetë shumë e thjeshtë, shumë e shpejtë dhe nuk do shumë përbërës. Unë ju sugjeroj ta ruani, ta provoni dhe jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj, është gjithashtu ideale për ta marrë me vete kudo, në punë, në shkollë që do filloj tani së shpejti dhe siç e pat është gati. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.